kemi prova tani që tu i thua që Veliaj e ka burgosur Edi Rama. Kjo është gjë më e madhe në botë. Nuk thua? Them, kam dyshime dhe nga ditë e parë deri sot, po vinë duke mushtuar dyshimet që o kjo është burgosje urdhëruar, o është burgosje me leje. Dhe po deshet i them. Po, mi thuaj, po, unë tani se që ti interesoj Rama si kryetari Bashkisë Tiranës, Bashkisë Kryeqytetit, ku është pjesa dërmuese po të vejtë të fej në burg para zgjedhjeve, po ti ishte një opozit tjetër, vetëm me këte e grinte e Rama. Ishtë fitur zgjedhje çdo opozit. Vetëm me këte bënte copa e Rama. Po ndoshta ka bërë ti thua të haj opozitën dhe nuk çan kokën. Por e po atëre i merito ka kjo çdo gjë pas. Pa i meriton, po prandaj do fitoj prapë. Po kjo se kjo është abi, Allah. Jemi në paradoks, në nuk... Ky i meriton dhe prandaj do fitoj 11 majo. Se i ka fshirë gjitha me opozit, me SPAK, me gjitha. Por me që hape këtë temë, unë, ta thash, nuk kam asi provë, por jam përpjek të bëj analizë. Dolën kush ishin mediat që përgjonte që jepte direktiva Veliaj. Të njëjtat media, ditën që Veliaj është arrestuar, kanë hedhur tezën fort që këti po ja bën Belinda Balluku. Një. Po, Belinda Balluku do themi ne e bën mbrapa Kurizit Ramës. Veliaj prapë në përgjime nëzori tani që edhe Ulësiu po komplotonte. Edhe Ulësiu që nga mbrapa Kurizit Ramës për të godit Veliaj. Po në bashki, shkoj Rama dhe i fshiu njerëzit e Veliajt. Edhe kjo rastësi. Por në listat e deputetve të parlamentit të ardhshëm, s'do ketë mas një deputet pro Veliajt. Dhe kjo rastësi. Mua të gjithë këto rastësi. Edhe opozita ka thënë që Belinda Balluku është pas arrestimit të Veliajt. Të gjitha këto rastësi më bëjnë të dyshoj që SPAK-u nuk është nisur të bëj drejtësi, por zbaton urdhrat e Edi Ramës. Si te Benametaj ka marrë urdhër, merren i qenin, se nuk na duhet. Benametaj rehat është në malet e Zvicrës. Që ka gjetër Benametaj? Flasim për rehat. Po themi kush e urdhroi SPAK-un të rehatonte Benametaj. Këtu e kishin. Pra, to janë dyshimet e mia që dakord, po që i bëj publike njerëzit gjykojnë. Kemi problem ne. Unë me aq sa pash nga leximi vendimit të gjykatës, po edhe nga përgjimet të cilat i klasifikoj që vlen për të krijuar një gjykim, është që ai personi më interesuar për të patur një gjyq publik ishte zoti Erion Veliaj, dhe jo prokuroria e posaçme. Madje ishte ai i cili fliste çdo ditë në telefon, disa herë në ditë madje me vllajën e tij, me bashkëshorten e tij, ku jepte urdhra për gazetarë dhe media të caktuara që ta mbanin ndezur dhe sa më shumë në vëmendje të opinionit publik. Po evidentoj vetë lapsi. Vetëm një fjali. Po, shati vetë ndryshimin e qëndrimeve editoriale. Këtu jemi 5 veta që nuk kemi asnjë kontradikt për si është sjell Veliaj. Besoj bjem gjithë dakord, është të merë. Jo, unë e di ku kam kundërshtimin. është pyetja që bëri ju ngritët një shqetësim shumë të drejtë. A është e mundur një gjykatë të marrë një vendim të paanshëm në momentin që opinioni publik ka presion dhe është bias, pra është i anshëm, presioni i opinionit publik. Pra, kur ti e shpall këtë person të korruptuar dhe gjykatësi edhe pse konstaton që nuk ka prova për të faktuar veprën penale të korruptuar, zoti Erion Veliaj të dënohet për korrupsion. Dhe ky është një shqetësim shumë legjitim, siç e the, nuk është bërë vetëm në Shqipëri, është bërë në shumë vende të botës, madje sa kam parë një dokumentar në Spanjë për një çështje që ishte shumë e ngjashme dhe janë dënuar për jetë përbrasje 2 njerëz që nuk u gjet as arma e krimit asgjë. Tani, çështja është, kush ka qenë interesuar për të bërë gjyqin publik? Se ju ja dha këtë akuzë Veliaj. Atëherë SPAK-u për të distancuar nga lajmet e rreme që janë prodhuar për ta dëmtuar në këtë çështje, në këtë rast ka mbrojtur veten duke nxjerrë në përgjime faktin që këto lajme janë porositur nga Erion Veliaj dhe ato janë shpifje. Dhe edhe pse unë jam për dekriminalizimin e shpifjes, shpifja është vepër penale. Gjithashtu, këto përgjime vërtetojnë edhe kapjen e medias. Ne gjithmonë kemi folur dhe kemi diskutuar se si media është e kapur nga pushteti dhe nga interesa ekonomike. Ka lidhje.
Si nuk ka lidhje. Tani ne për herë të parë... Mos i fusim të gjitha paket. Kjo nuk ka lidhje me gjykimin. Pra, vendimi... Pra, dikush ka fuqin e paras, ka fuqin mediatike... Prit, që ti marim një nga një. Dhe SPAK gjendo një gazetar që jep një lajm ekskluziv dhe tani të gjithë ti bjem SPAK, po të gjithë të gabueshëm janë pa tjetër. Nuk ka të drejtë tu SPAK të nxjerrë lajme dhe të orientoj gazetarët. Thuaj të gjitha deri në fund. Jo, s'ka gjë, okej se... Dakor. Por mos harrojmë që të gjithë jemi të gabueshëm dhe nuk duhet të kemi këtë kompleksin. Unë jam gjithmonë kundër SPAK-ut, ose unë jam gjithmonë kundër Edi Ramës, jam gjithmonë kundër Sali Berishës. Se ka edhe vendime dhe çështje të mira që mund të ketë SPAK-u, ka dhe vendime të mira që mund të ketë Edi Rama, ka dhe vendime të mira që ka marrë qeverisja Berisha. Falenderit për rolin e psikologut që do më shërosh nga konteksi. Sa mirë që sillet me ty, Ola, e ke vënë re pushatin, se po t'i kisha ndërhyrë, do kishte ikur tani. Nuk ka sarkazm, por... Po mundohem mos i ndërhy. Sarkastike e ka... Po, e kuptova. Përse ka... Më të mirë se sillin me ty këtë sillin. Këtë moment. Forma ndryshon, por e ka sarkastike. Se kemi kompleks, a është vepër penale shantazhi dhe denigrimi i personet? Po. Çfarë është bërë me prokurorin e çështjes edhe me gjykatësin e masës së sigurisë të shkallës parë? Denigrim, lajme shpif, se nuk kam pse i them, se në momentin që i them edhe ata që se kanë dëgjuar i bie do ta dëgjojnë, do të bëjnë një gabim. Të njëjtën gjë që i bëri Lirmeta Dumani, të njëjtën gjë që i bëri Sali Berisha, Irena Gjokës, të njëjtat. Që ne kemi dënuar në të gjitha rastet. Kemi qenë në të gjitha rastet nuk i kanë hyrë personalisht. Pastaj, ndryshon, dikush që bën një akuzë dhe është politikan publike. Qa po flasim se hape 7 tema? Po flasim për çështjen që SPAK është i detyruar nga propaganda e Erion Veliajt që të thotë këto lajme nuk janë të vërteta. Pra, ky është thelbi. Pra, se bëri pyetje dikush duhet i bjerë SPAK-ut dhe SPAK-ut të nuk presë. Ne mos harrojmë dhe faktorin njerëzor, se dhe prokurori nuk është robot. Dakord, pra. Problemi është, a do përligjim që kur është në kushtet pa barabarta përballë Veliajt, Ramës, një makineri shtetërore, SPAK-u duhet të ngrej makinerinë e vetë gëbelsiane të propagandës, mund t'jetë një version. Mua më duket që ky nuk Ne mediat ja kemi bërë në mënyrë më të shkëlqyer propagandën gëbelsiane e SPAK-ut. Të gjithë rrinë te dera e SPAK-ut, a e bëni ju vetë lapsi, hyri ky, doli ky. Qa lajmi ka se kush hyn dhe del nga SPAK-u? Për mua s'ka pikën e lajmi, po e bëjmë. Dhe ne kemi ngritur në këtë pjedestal SPAK-un. Vetë ne si media. Tani ne i themi SPAK-ut përse ti bën lajm. Ja, të Bushati se tani të thot çak me këtë... Glodi, vazhdo. Jo. Sikën pastaj. Atëherë, zoti Rakipi, ka... Duhet i përgjigjes... Pushati, duhet i marrë leje. Jo, zoti Ylli, po të thot ty fol. Tani... Në këtë moment. Të flas Bushati dhe pastaj ndryrën ti.